fakte me Adnan Merovcin për krahet nga ujë rrugove, Vipa Chips, Lesna Ndërtimi dhe Medika. Shoqëria Bërtinca u lind në vitin 1953 në Lesmir të fushë Kosovës, ku e kreu shkollën fillore, ndërkaq shkollën e mesme në Subotic, shkollën e lartë pedagogjike në Prishtinë, kurse absolvoi në Fakultetin Teknik Pedagogjik në Universitetin e Novi Sadit në Zrenjanin. Karrierën e punës e filloi si mësimdhënës në shkollën e mesme në Lipjan në periudat 1974-1975 dhe në gjimnazin Gjevdet Doda në Prishtinë nga vitin 1975 deri në vitin 2005. Pastaj ishte drejtor i shkollës fillore Hasan Prishtina në Prishtinë, periudat 2005-2009 dhe drejtor ekzekutiv në Kolegjin Univerzum në Prishtinë në vitet 2009-2022. Në biografin e Zotit Obërtinca, zë vend të rëndësishëm edhe angazhimi i tij në veprimtarit e ndryshme dhe aktivitetet arsimore dhe shoqëroro-politike, si ishte antar i kryesisë teknikës popullore të Prishtinës dhe kryetar i fotoklubit Prishtina, periudhën 1983-1987, nën kryetar i lidhjes së arsimtarëve shqiptar në Frashëri në periudhën 1990-2000, antar i Këshillit Qendror për Financim të Kosovës në periudhën 1992-99, udhëhoqi po ashtu dhe organizoi protesta kundër masave të dhunshme të institucioneve pushtuese në ato shkollore, kundër segregacionit në baza nacionale, kundër helmimeve të nxënësve, për lirimin e të burgosëve politik shqiptar, kundër masakrave të Drenicës si dhe aktivitete tjera, kryesisht kulturore, sportive, kuize, dituri, festivale, aktivitete humanitare, aktivitete punuese e të tjera. Ai ka botuar libra të kujtimeve të gjimnazit, Gjevdet Doda, të shkollës fillore Hasan Prishtina, të shkollës Univerzum, ka bashkëpunuar me gazetat të kohës, si Rilindje, Bujku, Koha Ditore, Lajm, Kosova Sot, dhe gazetat shkollore, si Rinia, Shpresa, Vizioni i Ri e të tjera. Në vitin 1997, Zoti Obërtinca është arrestuar dhe është marrë në të ashtu quajtura biseda famkeqe informative nga organet e pushtetit të atërshëm serb. Zoti Shoqëria Obërtinca me punë vetmohuese sistematike arriti rezultate të shumta në lëmin e arsimit dhe edukimit. Për veprimtarinë të suksesshme për procesin e edukimit dhe arsimimit u nderua me shumë mirënjohje, me diploma e dekorata. Profesor Shoqëria Obërtinca ishte pjesëmarrës aktiv i ngjarjeve të periudhës 1989-1999 që unë pequj Republika e parë dhe ndër të parët e kundërshtoi aksionin famkes të diferencimit ideopolitik dhe kërkesat e nxënësve dhe mësimdhënësve serb për segregacion si dhe kërkesat e tyre për përjashtimin e nxënësve dhe mësimdhënësve shqiptar nga procesi i mësimit në gjuhën shqipe. Shikues të nderuar, mirë se erdhët në emisionin e Radhës Fakte. Për këto që i dëgjuat dhe të thënat në këtë intro dhe shumë të tjera, do të bashkëbisedojmë me protagonistin e këtyre aktiviteteve, profesor Shoqëri Obërtinca, i cili kryesisht veprimtarinë, siç e tham, e ka në lamin e arsimit, por ka qenë i pamunguar edhe në fushat të tjera. Mikun tim Shyqën, si që thras une, e kemi sot mësafir në emisionin Fakte dhe e ftojmë të na bashkangjitet. Profesor, mirë se erdhe. A je si je? A je mirë? Hajde urna. Ullu. Unë qëtu letra filon, është i moj pak si për formalitet, i paske edhe ti do po... Edhe unë gjithë emisionin po del ma mirë kështu me spontanitet, se kemi dhe qka flasim. Shyq, me mbjemëm Obërtinca, a je Jerlia, muhajgjer? Unë e di po për publik. Ne jemi muhajgjer. Në vitin 1878 na kanë dëbuar nga Obërtinca, edhe në shenjë të fshatit ku kanë qenë paret tonë, ku kanë jetuar, e kemë mbajtur mbjemrin Obërtinca, edhe me shpresën se do kthehemi një ditë në troje tona. A ka në shtëpia, ka kush prej familjes me vizituat vend? Para 2 viteve ishte fëmiu im, burime,
edhe thotë se vetëm 4 shtëpi kanë mbetur. Qa po flet? Vitet 1974, unë e kam qenë, atëherë ka pas bile Varreza, ata në atë kohë quishin Turska Groblja, kanë qenë kryesisht Varreza të pashënuara, të më thanë nuk kanë pas epitafe, edhe ato ishin për kujdes që herën e fundit, kur ishte djali, i kishin shkatru në tërsi. Në fakt, kjo histori është e pas bërthyme, e pa ilustrume gjithaq, si do që tjetë, do me thonën, ka libra të shkruam, ka studius si në marë, si Sabituka e të tjerë, me vëllimet botuara. Periuda për cilën ne sot jemi takuar kryesisht fokusohet në dekadën para shtjerimit Kosovës, ose si që po i quajë në Republika e parë, vitin 1989 deri 99, ku ndodhen thymje të mëdha. Nëse ne po flasim tash për periudhën pas lidhjes Prizrenit dhe dyndjeve të mëdha dhe përzonjeve të shqiptarëve nga Sanxhaku i Nishit, dhe ajo histori po na duket kohësisht si dje që ka ndodhur, nëse i referohen periudhës 89-99 do është edhe ma e vëndshme. Por, po qalojmë dyqysh në dokumentaritet, a e ndonë këtë mendim? Edhe unë ndaj mendimin me ju, është mirë që e keni këtë emision fakte, po i faktoni të gjitha çështjet, edhe normalisht këto emisione ruajnë historinë tonë, se historia e cila harrohet atëherë përsëritet. Gjithmonë moto e jetës time ka qenë kështu. Të kujtojmë që mos t'i harrojmë gjërat që po ndodhen, se zakonisht ato edhe përsëriten. Nëse fillojmë për periudhës më të re, ta marrim vitin 1989, dihet se Serbia me tanksa e uzurpoi autonominë e Kosovës, edhe gjitha të këqijet për këtë periudhën më të re të sodit rrjedhin nga suprimimi i autonomisë krahinës autonome socialiste të Kosovës në atë kohë. Pas nesër, bahen 37 vjetë, ku në Prishtinë ishte një demonstrat masive, 5-3 vritën, në nivel të Kosovës janë vrarë gjithsejt 25, 65 tjerë, 605 kanë qenë të plagosur, ndërsa 1200 demonstrues kanë qenë të burgosur në Buxhët dhe kazamatet serbe. Dhe kur po i ndëgjoj këto shifra që i përmend, me të vërtet përpos empatisë është edhe një nostalgji dhe, si me thonë, rikujtimi aty në periudhave ku ky popull përjetoi ndryshime të mëdha, edhe ndaj ndryshimeve të mëdha globale, si ishte çështja e përfundimit të luftës së ftohtë në muri i Berlinit. Shqiptarët u ndodhen në një manifestim të hegemonisë pa parë të Serbisë, regjimit sërb po e quaj, ose sërbo-malazez, të asaj Jugosllavie që mbet për ndryshe të tjerat republikave fillun me u pavarësue, por tek shqiptarët, si me thonën, u manifestua një homogenitet si asnjëherë më parë. Je protagonisti asaj kohe në lëmit të ndryshme të jetës. Cili është rrëfimi jot për atë periudhë të fillim viteve 90-ta në segmentet që kryesisht ti edhe me punë e aktivitet i ke mbulu, po edhe si dëshmitar? Por në atë kohë, solidarizimin mes popullit shqiptar ka qenë i papërshkrueshëm, sidomos gjeneratat e sotshme nuk mund të kuptojnë atë kohë. Prandaj edhe me këtë mision ju po bëni punën e juaj, mirë po dhe faktikisht po ju rikujtojmë të tjerëve se çka ka ndodhur në këto vite. Tërë bota na ka pas lakmi për humanitetin, solidaritetin që kemi treguar njëri ndaj tjetrit. Normalisht që Serbia në atë kohë ka pas projekte të gatshme, të cilat i ka zbatuar në praktik, që po filloj prej arsimit, se aty një vetën ma kompetent të flas, me njerë fillojnë me fut masat e dhunshme, i ndrojnë drejtarët e shkollave, kërkojnë përmes nxënësve dhe mësimdhënësve të mësimit në gjuhën serbo-kroate me kërkesat e tyre
që kërkonin segregacionin baza një nacionale, që nxënësit e paraleleve serbëve të mësonin para dite, ndërsa nxënësit tonë të mësonin pas dite. Me njëherë, pas ndarjes në baza nacionale, dihet se fillohet me helmimin e nxënësve. Mund kujtohet ka qenë data 22 mars, viti 1990, kur fillohet me helmimin e nxënësve në për shkolla. Pikës pari helmohen nxënësit në Potujev, pastaj vazhdojnë gjitha komunat në nivel të Kosovës. Helmimi ka ndodhur, domethënë pas segregacionit. Prandaj edhe them se segregacioni ka qenë i qëllimshëm për të realizuar projektin e tyre dytë me radhë. Është shumë interesant se fillimisht mjekët serb thonin se nxënësit shqiptar aktronin se nuk ka bazë sa mjaftueshme me konstatu se ka pas helmime. Mirë po fatbarësisht, mjekët tonë, edhe mjekët pa kufin atë kohë, ishte Bernard Kushner, Benedetti, edhe Bernard Benedetti, konstatuan se ka pas helme toksike, dyjet ato kanë qenë helme luftarake, ato vetëm ushtria i ka përdorur, pa erë, pa shije, pa ngjyrë, lihen vendet caktume, edhe këtë mënyrë helmoheshin nxënësit tonë. Ajo ditë ka qenë e tmerrshme. Gjithë popullata u organizu me i bartë nxënësit e helmuar në spitale, ofronin ndihma të lloj-llojshme, me automobila, me autobusa, me furgona, me çfarë do mjete që kishin vetëm për të shpëtuar nga helmimet. Kur ti përmend helmimet, smujmë me të i kaluar në situatë në lidhje me eksponent që i përmende, dhe me thonë një shkencëtar që ishte Bernard Benedetti, që ai në fakt i dha vule, po kanë qenë të angazhuar pastaj edhe një jurist francez, Antoine Garapon, po ashtu mandej ka pas edhe në simpozium, është majtën rreth këtyne në Kroaci, rreth këtyne helmimeve, ku këtu kanë triumfu shqiptar definitivisht mjekët. Pastaj profesoresha e kohës Luleta Pula ka pas një emision në televizion e Beogradit, ku do më thonë për kohën është qujt një mbretnesh në mes ujqve se ka qenë studia vetëm me sërbë, por ajo ka triumfu, ajo ka bo dhe një liber, do më thonë, sepse mendoj që helmimet janë, si me thonën, situatë në vete që asë ilustru si këj fenomen, asë nuk o zbërthy, mjaftueshëm, po presqin të ardhmën kjo të elaborohet pak më shumë. Si është çështja tani e organizimit shqiptarëve shyq, ke qenë, do më thonë, në trupa, si që thash, në intro udhëhece, edhe në themelim të lidhjes së arsimtarëve shqiptar në Frashëri, që kom përshtypje kur të ndëgjon këtë emërtim, ndoshta pa pas një uri, mendon që kjo ka pas veç karakter festiv, ka pas jubilar të shënimit, se kur të ndi njeri emnin e Najm Frashit, i kthehet pasyra e rilindjes. Po në fakt, ky institucion është marrë aktiv, ka qenë edhe i karakterit ekzekutiv me organizimin e shkollimit, apo jo? Ku ti ke qenë, do me thonë, në udhëheqësi të këtij organizimi? Lidhja e arsimtarëve shqiptar është themeluar me 12 dhjetor të vitit 1990, qëllimi i formimit lidhjes arsimtarëve shqiptar ka qenë që të kundërshtohen plan programet diskriminuese serbe në Kosovë. Edhe faktikisht lidhja e arsimtarëve shqiptar në atë kohë e ka luajtur rolin e Ministrisë së Arsimit dhe Kulturës në Kosovë. Harton plan programet vetanake, i përjashton plan programet serbe, nga përdorimi në Kosovë, fillon me hartimin e teksteve shkollore, formohen komisionet të përbashkëta me Republikën e Shqipërisë në atë kohë. Këto komisione kanë pas për detyrë që t'i hartojnë librat e gjuhës dhe letërsis shqipe, historisë, gjeografisë dhe lëndëve tjera. O shumë interesant se në atë kohë, edhe pse ishim në okupim, del historia popullit shqiptar për gjimnazistët e viteve të katërta, e cilat në atë kohë mësohej edhe në Shqipëri edhe në Kosovë. Dhe krahas kësaj
fillun të nëj mu ndërtu edhe institucionet tjera, si qeveria në Gzel që ishte rezultat i vendimit të kuvendit të mbas kushtetutës të Kaçanikut, ku kishim edhe Ministri të Arsimit, që në krye ishte Muhamet Bicaj, që kryesisht operante në Mërgat, në Gzel, por kjo struktur e lashit, si që përmende ti, dhe organizmave tjerë, do me thonë, nëse në asgjë tjetër, në arsim, do me thonë, është shënue edhe është avangard në përgjësi për këtë dekad të Republikës parë. A pajtohesh me këte? Pajtohem. Ministria e Bukoshit, atëherë ashtu e kem quajtur, faktikisht Bukoshi ka qenë kryeministër i Republikës Kosovës, e mbran për ministër Muhamet Bicaj. Ne, lidhja arsimtarëve shqiptar, këtu përgatitnim të gjitha materialet e nevojshme, për shembull si udhëzime administrative që përgatiten sot, kem nxjerr ligjin ton atëherë quhej Kumtari i Arsimit. Aty kanë ndiku shumë, po mendoj, në hartimin e Kumtarit të Arsimit, shumë pedagog, psikolog, profesor, një ndër ata të cilët ka meritë më të mëdha, se ishte njerëz i mirë i arsimit, është edhe Zjedin Gashi. Në bazë Kumtarit të Arsimit, faktikisht ka funksionu sistemi i arsimit në Kosovë. Unë nuk pajtohem dikush që thotë sistemi paralel, se nuk ka qenë sistem paralel, ky ka qenë sistem i Republikës Kosovës, kem punu me Kumtar të Arsimit, bazuar në kushtetutën e Kaçanikut. Përveç kësaj, i tërë dokumentacioni pedagogjik ka pas logon e Republikës së Kosovës. Që mjerisht, kur vinë tunë mikut këtu, atë dokumentacion nuk e pranojnë, nuk e përfillin as shkollat tona të mesme, as në fakultete, por duhet të nxirret një dokumentacion me logot të UNMIK-ut. Megjithatë, do me thonën, përpos organizimit dhe angazhimit, si që përmend në lamin e arsimit shkollimit, ju aktivitetet i keni pas të teksuara kogja shumë edhe në organizimin e protestave të mëdha. Dhe në fillim vitet e 90-ta mbahen mend që për shkolla, për objekte, për plan programe dhe për dhunën në shkollat në gjuhën shqipe, janë organizuar protestat mëdha ku ti ke qenë ballë ty me intelektual dhe arsimtarët e profesorët edhe të tjerë. Çka mundesh më na thonë rreth protestave? Interesant se protestat kanë qenë të organizuara në bazë skenareve, edhe atë çdo gjë është qitë në letër, edhe në përpikrin më të madhe është realizuar ai skenar. Bie fjala protesta më madhështore që është organizuar për lirimin e shkollave shqipe, ka qenë protesta 12 dhe 13 tetorit 1992. Në Prishtinë kanë marrë pjesë 1 milion protestues, ndërsa nivel 1 milion sipas vlerësimit, më fal, 100.000, mos manipuloj me shifra, 100.000 demonstrues, ndërsa në nivel të Kosovës kanë qenë 500.000 sipas vlerësimeve që i ka dhënë shtypi i atëhershëm. Këtu ka pas këshill qendror, edhe morëm vesh të organizimit protestave, edhe këshillat komunale. Në nivel këshillit komunal të Prishtinës, jemi organizu edhe i kemi caktuar detyrat. Për shembull, profesori Agnit Dika ka pas për detyrë me shtyp dikun ka 2500 pankarta, tekstin e kemi aprovu si këshill organizativ. Pastaj une me disa kolegë kem pas për detyrë me siguru kamerat, fotoaparatet, edhe me va regjistrat e atyre të cilët do t'i bartin pankartat. Jenus Salihaj ka pas, zdia me shku me emra, apo Javlen, ka pas për detyrë që ti koordinoj të gjitha shkollat e mesme dhe shkollat fillore për protest. Shkollat fillore kanë pas për detyrë të qëndrojnë brenda, vetëm gjatë kohës protestës, pej orës 5:12 deri sa zgjat në orën 13 të qëndrojnë jashtë në dritare edhe të bëjnë zhurmë sa ma shumë, ndërsa shkollat e mesme kanë marrë pjesë bashkë me studentë në gjitha këto. Kjo protest ka qenë shumë interesant se në atë kohë ju kanë bashkangjitë edhe universiteti, antarë i këshillit të protestave ka qenë edhe Hashim Thaçi,
Batësia Dem ju ka bashkangjitur nga Unioni Studentëve. Unioni Studentëve në cilësinë, po. Kryetarit Unionit Studentëve. Mirë po ai ditën e protestës nuk ka marrë pjesë, edhe një Fisnik Qeka ju prezentu si student, tha Fisnik Cukaj. Po, Cukaj, sa mirë po e dishit, se pas këtë harrua emrin, thot unë jam përfaqësues i Unionit Studentëve, sepse Hashim Thaçi tani ka shku në ilegalitet. Po në një fotografi shihet Hashimi në protesta, kur ka qenë se janë organizuar disa. Ato kanë qenë përpara, po, aty është edhe Fatmir Sejdiu, po ajo ka qenë në protest. Se pas taj më falë që po të ndërhyjmë bat një konferencë për shtyp, ku raportohet dhe njoftohet opinioni më përgjithësi për këtë aktivitet, ku edhe Zoti Thaçi merr pjesë në lokalet e Lidhjes Demokratike, aty afër është domethënë edhe Recep Osmani, është edhe Agim Hyseni, është edhe dikush tjetër që s'më kujtohet, po ka domethënë filmim rreth kësaj. Po, ajo ka qenë protest tjetër, se në protestën e 12-13 tetorit, Recep Osmani ka qenë i burgosur ato ditë. Edhe pastaj është shumë interesant se datën 12, kur ishte një protest masovike, edhe me Bacina Dem tuar, këtu me njerë për balë grandit, na ndalë policia, edhe thot ju duhet tani të vazhdoni rrugën vetëm në për trotuar. Po, që është një fotografi famoza, që ballafaqohet Baca me policë dhe Baca Dem ju thot kështu, shikoni zotni, na kemi rrugën tonë, jo keni detyrën e juaj. Edhe ne vazhdojmë rrugën, edhe e qamë kordonin e policisë, edhe vazhdojmë deri të Këshilli Ekzekutiv si pas skenarit që ishte i paraparë. Ditën e nesërme, me datë 13 tetor, atëre ndodhe një masakër e vërtet këtu midis qytetit, me siguri keni pa, me qindra student, qytetarë dhe nxënës u rrahen, u maltretun, u keqtrajtun, u plagasën, po jo me armë zjarri, kryesisht me mjete tjera që i kishte në atë kohë në dispozicion për policia serbe. Dhe krahas këtyre aktiviteteve që i përmende, këto nuk munden me u zhvillue me hec, mu mirë mbajt se aktivitetën përgjithësi, pa një detyrim që imponohet që në gjuhën e ekonomisë quhet implikim financiar. Do me thonë, dhe të ditë gjendja si ka qenë në Kosovë, do me thonë, po flasim për një Kosovë të shqiptarëve, pa ekonomi, pa zhvillim, pa pare të shtetit, si me thonën, në përgjithësi, pa buxhete, një vend me një popull të pushtuar me tankse, megjithatë ka funksionu një farë sistemi financimit. I kam dy pyetje këtu që mos më të marrë kohë që të jap hapësinën tonë. Një është kanë ardhur lekt. Burimi i tyre ka ardhur, edhe se keni zhvillu shpërndamin e tyre. Kush është marrë me caktimin e kuotave, domethënë kur i ki do parë në dorë dhe dush diçka me financu, duhet munda shumat. Dhe krejt kjo duhet me qenë mbas një qëndrimi, vendimi, një trupit. Ti numërove, domethënë këto institucionet që kanë qenë, po kisha dasht që edhe njëre çështjen e strukturës për financim si ka ecë prej fillimit prej atyne të arsimtarëve, njëre edhe prindve ku ta diun deri në Këshillin Qendror për Financim që ka qenë organ në farë mënyrë i mbikëqyrur prej Ministrisë të Financave të Kosovës. Po kështu, pasi që i refuzum në plan programet serbe, Serbia me njëherë ndërpreu financimin për klaset e pesta, klaset e para të gjimnazit, edhe ne u solidarizum me zveti profesorët, i grumbullonin gjitha mjetet, edhe i ndajshim mënyrë lineare edhe për ata profesorë që Serbia nuk i financante në atë kohë. Mirë, po pas një kohë shumë shkurtër, pas 6 muajve, ajo e ndërpreu komplet financimin për shkollat fillore dhe shkollat e mesme. Fillimisht,
Faktikisht, në atë kohë ka qenë Këshilli i Solidaritetit i LDK-s ka ndihmu Si komision, po. Si komision. Pastaj Nëna Terezë ka qenë organizata humanitare Nëna Terezë, e cila kryesisht ndihmoi në ushqim, në artikuj ushqimor, por fillun edhe këshillat e prindërve në nivel të shkollave të grumbullojnë paret dhe të sigurojnë një pagë simbolike e mësimdhënësve të cilët nuk munden me bijetu, se normalisht pa mjete financiare nuk mund bjetohet, se kishin njerëzit familje. Për shkak të më falë për ndërhyrjet publikut, do me thonë, kanë qenë prindrit e fëmijëve tyne që në një farë mënyre kanë kontribu ose kanë ndihmu për më mirëmbajt shkollimin nëpërmes kontributeve të tyre, apo jo? Po, ka qenë këshilli i prindërve në nivel të shkollave, është formuar një këshill zakonisht kishte sa paralele aq edhe antar të këshillit, në mënyrë që çdo klasë grumbullonin mjetet, edhe i dorëzoheshin në drejtorinë e shkollës. Ndërsa drejtoria e shkollës në mënyrë proporcionale i ndanin ato mjete. Por, shpesh herë ka pas që profesorët të cilët i kishin një standard jetësor nuk pranonin mjete nga prindërit, por solidarizoheshin me kolegët e tyre. Ku pa që kjo punë nuk po shkon marrë mirë, atëherë formohet Këshilli Qendror për vetë financim i Kosovës. Ajo gjatë dikun ka 6 muaj ditë, ndërsa kush kanë qenë njerëz që kryesisht kanë qenë përfaqësues sindikatave të arsimit, sindikatave të punëtorëve, pastaj përfaqësues të institucioneve të arsimit, për shembull entit pedagogjik, entit për botimin e teksteve, plotësisë së atëherë ka qenë plotësia krajinore e arsimit, ashtu e quanim, edhe do më thënë i kanë pas përfaqësues e vetë. Mirë po, shtylla kryesore e financimit të Kosovës ka qenë Këshilli Qendror për Financim. Që është formu mas këtij këshillit për vetë financim. Po. Bujar Bukoshi në atë kohë ishte kryeministër edhe i emëron antarët e Këshillit Qendror për Financim. Dhe ka një vendim për këtë? Ka vendim. Kryetar zgjidhet Mehmet Hajrizi, pastaj antar kanë qenë Ismail Kastarti i Ndjer, kam qenë unë, ka qenë Naser Osmani, ka qenë Ali Gagica, edhe tashti disa të tjerë, edhe faktikisht nën antar kemi qenë antar të Këshillit Qendror për Financim. Që e ka mbuluar financimin e krejt të shkollave në Kosovë. Shkollave në Kosovë, po përveç arsimit është financuar edhe kultura, pastaj institucionet si që është Instituti Albana Lugjek, Instituti i Historisë, Akademia e Shkencave, bile kemi arrit me financu edhe bursa për student dalluar. Përveç asaj, ka fundin normalisht që u paraqet nevoja që të financohet edhe ushtria çlirimtare e Kosovës. Tani, shyq, për fillim për ato këshillat e prindërve dhe mënyra financimit që the ka qenë baza solidare dhe kontributet prindërve, e kuptum. Sistemi si ka është rregullu edhe është themelu e kuptum. Pyetja jame është shumë konkrete. Tani në këtë këshill, lekt ka kanë ardhur. Do me thonë, ku kanë burimin lekt? Tani ju të rëkaj. Po në nivel Këshillit Qendror, faktikisht, këta antarë që ishin, i ndanë me regione. Për shembull, i ndanë 6 regione. Edhe u formuan 26 këshilla komunale. Këshillat komunale i formuan 9 këshillat. Do me thonë, kanë qenë çdo fshat e ka pas një këshill për financim. Edhe unë nxjerrën rregulloret se si do të bëhet grumbullimi. Normalisht që as ke mujt me i detyru njerëzit, por ka qenë një obligim moral që nuk ka ndodhur ndonjë ekonomi familjare me refuzu kontributin e vet për Këshillin Qendror për Financim. Do me thënë, na kem pas dikun
rreth 64% mjeteve vetanake që janë grumbulluar në Kosovë. Dërsa pjesa tjetër ka ardhur nga fondi i qeverisë në subvencionuar. Edhe përmes Dardania Bankës mjetet janë hyrë brenda. Ka qenë problem për shembull se si të bëhet transferi i mjeteve. Shpesh herë o dash që ato mjete me thas bartën prej Dardania Bankës. Unë kam një rast me Bina Kulajn, ish drejtorin e gjimnazit Gjevde Doda, kem shku në Dardania Bankë, kem marrë një thes mjete, edhe ku në ka pa në atë kohë ishte drejtori i zyrës të Kosovës Ramajliu, Ilaz Ramajli, po. Edhe thot, ku shkon ju me gjithë këto lekë? Po që ka me ba nuk pa tima, atëherë presim një ditë, i kthejmë parët në Dardania Bankë, na i bojnë lekë para, do më thonë marka në atë kohë ishin trasha, edhe vazhdojmë rrugën deri në liçenin e Shkodrës. Prej aty, atëre ato lek, duhej përmes Tuzit, ka qenë një treg në Tuz zhvilloi atëre, Podgoricë, edhe me i pru deri në Këshillin Qendror për Financim. Mirë, po në Podgoricë, aty thot Binaku a di që ka bërë, mos të rrezikojmë, une kam një tafërm, po i marrim leket prej Podgoricës, edhe sonte bujmë në Vuthaj, edhe pastaj i sjellim në Prishtinë. O shumë interesant se unë vazhdova rrugën me autobus, edhe në gjysmë të rrugës nga kanë dalur, edhe nuk kanë lanë vend pa na hulumtu në për gjepa, në për kpuca, mos kemi diçka me vetë. Fati jonë se më rëmen atëherë me miliona marka gjermane, si do i kthejshë. Edhe qka krejt kishin lind nga ato fund. E mora një shembull tipik se kemi pas shumë vështirësi. E pastaj gjetëm disa njerëz të cilët na ndihmonin. Lekët i jepshin përpara këtu, ndërsa i merrshin në Dardania Bank. Por me rujt, bie fjala firmen, me rujt vetveten, ata shpesh herë shkojshin me pseudonimin. Jo kishit në mysafir këtu në fakt Adem Deshishkun, ai ka pas faktikisht pseudonimin mësuesi i Bradashit. Shkon Dardania Bank, thot unë jam mësuesi i Bradashit, ka marrë me marrë kështu do pare prej Dardania Bankës, edhe ata e njofin, thot, jo, ti Adem Deshishku, o thot, o burë, mu kanë thonë kështu mu prezentu se dohet me rujt firme. Ka funksionu. Në fakt, ka dhe njerëz tjerë dhe biznismen tjerë që kanë mundësu një farë transferi. Kur po i qujt biznismen, po tëmë në kushtet e pushtimit ka pas eksponent shqiptar që janë marrë me një farë biznisi të llojit vetë që kanë kontributet pashlyshme në përgjithësi financiarisht dhe kryesisht ka pas rastet transfereve, dhe më thonë, ata i kanë bërë nëpërmes punës tyne, tregtisë tyne, kanë pas, dhe më thonë, i kanë dhonë lek këtu, i kanë marrë ashtu si që e përmendet ti. Edhe një moment tjetër është që edhe njerëz që kanë qenë këtë sistemin e, le të themi, shqiptarve të duke punu që kanë marrë, le të themi, një farë lloj, mi thonë pag tash mundet mu duk kjo pak si hipokrizi, se ka qenë kryesisht si kontribut, por me gjithate, edhe që ajo e marrën e është tatue, dhe në Kosovë ne kem pas këfotën dikon 5% qasaj me edhon për Këshill për Financim. Po nisna prej vetit, unë kam qenë kabinet të Zotit Rugova, edhe aty i ku marrë për shembull, kam ri në një kohë edhe paga 100 marka. Në atë pagë 100 marka, dhe me thoni kam edhe sot dëshmit, që kom pague 5% saj. Derisa 3% i famshëm që njihet, ka qenë kryesisht i aplikushëm për mërgatën tonë e cila e ka kontributin e pazavendësueshëm, si që dhe ti, në subvencionim të mjetëve. Shyq, rreth aktiviteteve tjera, do me thonë përpos arsimit ti ke marrë pjesë edhe në disa manifestimet karakterit kulturore, ku ta diun. Çka mundesh me thonë rreth kësaj, pikat shkurta? Po, unë si antar i lidhjes arsimtarëve shqiptarë dhe në kryetari i lidhjes, më caktuan, edhe isha më i riu atëherë në moshë, që ta koordinoj punën e rinisë shkollore në nivel të Kosovës. Edhe pse në kushte të vështira, kushte okupimi, ne organizonim të gjitha aktivitetet
jashtë shkollore. Do me thanë, duke filluar me gara 3 citatorëve që mbashin njëherë nivel të komunës Prishtinës, pastaj nivel të Republikës Kosovës, edhe ato gjithë kombëtarët që mbashin në Preshevë. Preshevë organizoi festivali i recitatorëve. Aty merrnin pjesë të gjitha shkollat shqipe të Malit të Zit, Maqedonisë, Preshevës, Bujanosit, Medvegjës edhe Kosovës. Merrnin mend atë kohë, vitin 1994, 95, 96, 97, atje ke mbajt festivalit. Por, janë mbajt edhe aktivitetet tjera, për shembull kuizet e diturisë, lojnat sportive, në basketbol, handball, volejbol, ping-pong, shah. Nuk ka aktivitet që nuk është zhvillu. Edhe atë, në bazë plan programit mësimor, të cilin e ka aprovu me kohë Ministria e Arsimit, Shkencës dhe Kulturës Kosovës, edhe e realizante në përpikri lidhje arsimtarëve shqiptarë përmes shkollave fillore dhe shkollave të mesme. Krejt kjo lëvizje e popullit, do me thonë, ku nxizën të gjitha fushat e jetës, nuk kanë qenë protagonist vëzhgus shqiptar, fjala vjen në Maqedoninë e Veriut, në Malë të Zi, në Luginë Preshevës, por edhe ata kanë kontributet të pazavendësueshme në dimenzionin kryesisht solidar, siç njihet çështja e familja ndihmon familjen, shkolla ndihmon shkollën, shkolla ndihmon shkollën, binakëzimi i institucioneve të ndryshme e të tjera. Ka qenë edhe një moment rreth çështjes organizimit të shkollimit që kryesisht, siç e thati, të përzonën nga objektet, kanë qenë të ashtu quajturat shkolla shtëpi. Çka mundesh me thonë rreth kësaj pika të shkurtë? Është shumë interesant se në Kosovë, pas dëbimit nga shkolla, normalisht që policia në atë kohë ushtron të dhune për shkolla dhe ishim detyruar të praktisim shkollat. Brenda një javë, 3200 objekte shkollore janë siguru për mësim. Ne ato shtëpi quajshim shtëpit shkolla. Ndërsa vetëm nivel të komunës Prishtinës, 378 shtëpi shkolla janë liru për të mësuar nxënësit në ato shkolla. Përveç shtëpive, normalisht që aty ka pasur lokalet, bizneseve të ndryshme, xhami, kisha, edhe mësimi zhvillohej në bazë plan programit mësimor. Do të thonë, nxënësit ishin të rregullt, përveç kësaj interesimi për mësimdhënie ishte shumë i mirë, mungonin shumë më pak se sa në kushtet normale, ndërsa edhe mësimdhënia ishte nivelin e duhur. Mësimdhënësit i zbatonin të gjitha format, metodat, teknikat e të mësuarit, përveç asaj edhe mjetet didaktike profesorët i sillnin nga shtëpitë e tyre. Dikush kishte harta gjeografike, dikush kishte grafoskop, dikush epidiaskop, dikush kinoprojektor, edhe i demonstronin ato në për klasa ose që themi kabinetet të improvizuara. Dhe krejt ky shkollim, siç po e spjegon ti, e ka pas edhe një farë plasmoni edhe në botën e jashtme. Diplomat tona, fjala vjen, ka pas dhe me tonë universitete dhe shteti Austrisi ka njoft, pas që në Amerikë njoft shumë edhe për shumë shteteve evropiane ku çështja e shkollimit dhe me tonë ka qenë si me tonë objektiv edhe i ministrisë në përgjithësi. Nëse e bojmë një komparacion me arsimin sot, ku ne jemi shteti pavarur, kemi një ministri, kemi buxhet, kemi ndërtesa, kemi do me thonë shkolla private, publike, ti si një eksponent i arsimit i asaj kohe, në kushtet çfarë po flet, në krahasim me sot, pse shyq ka një hezitim në vlerësim pozitiv në përgjithësi të procesit të arsimit në Kosovë? Çka është ka qalon? Tu i marë parasysh tani edhe standardet ndërkombëtare, rezultatet e PISA, se ku ta diun në përgjithësi.
A ke mendu edhe si njeri që ke pas mbi supe kryesisht çështjen e mësimdhënies? Çka po çalon të ne? Po tani standardi i punës dhe standardi jetësor në shkolla është më i mirë se sa në kohën tonë. Përveç saj, punohet kondita dhe në kushte shumë të mira nga tonat. Ka laboratoriume, ka kabinete, ka salla edhe fusha sportive. Dhe më thonë, asgjë nuk i mungon shkollës. Mirë po, që është e vërteta, mësimdhënësit janë lënë anash. Pagat janë shumë tulta. Mësimdhënësi për mbijetuar, them, ai duhet mirët me punë të dytë. Edhe faktikisht, mua ma mërmendja se kjo ka ndiku në cilësinë e arsimit Kosovë. Përveç saj, jo vetëm Kosova, gjitha rajonet në Ballkan, po dhe Evropa ka probleme me mësimdhënie dhe mësimdhënia. Ka humbur paka shumë interesimi, por normalisht duhet mendojnë Ministria e Arsimit është kompetente për këtë punë, ajo bën strategjinë e arsimit, duhet shikojë bie fjala ta gjejë një model për vetveten, le të jetë vetanak, se na nuk mundemi me standard Kosovës për shembull përcjell me punu me plan programe Zvicrës ose të Norvegjisë ose ndonjë shteti që ka standard më të lartë jetësor. Mu ma mërmenja se duhet vlerësohet puna e mësimdhënësve. Kjo është kryesorja. Mjerisht, keni vënë bazë të rezultateve të PISA-s, zakonisht jemi atje fundit ose parafundit me suksesin tonë. Por aty disa nuk e kuptojnë edhe drejt se çka është PISA. Në PISA nuk marrin pjesë të gjitha shtetet. Ndikon 89 janë pjesëmarrës në atë garë, edhe normalisht që plan programet tona nuk janë unike edhe nuk janë të njëjta me atyne shteteve që janë pjesëmarrëse në gara. Plan programet të tyre janë më të përshtatshme për këtë garën e PISA-s. Prandaj edhe ne nuk rangohemi bile ka mesi atje. Megjithatë në rrafshin ose dimenzionin individual, shqiptarët e Kosovës kanë triumfuar në botë, do të thonë individualisht si kreativ, si të aftë kanë arrirë rezultate që paka shumë e zbekët dimenzionin të vestit financave që veç me pare ecët edhe arrihet. Do të thonë, ku nuk ka nevoj investim shumë i madh, shqiptarët po depërtojnë. Edhe, si me thonë, sot në lamit ndryshme, në kulturë, në sport, në shkencë, kanë depërtu. Paca shyq, po të thëmë kuptimin duga gjenas kështu për respektit, jemi ka fundi i emisionit fluturun këta minuta, kisha pas dëshirë për jashtë fushës si bisedum dhe i tash më të pytë për disa protagonist në përgjësi, paka shumë të historik dhe më mi dhonë 2-3 vlerësime në pikat shkurta. Do me dhonë, une e thome emnin në bjemnin, ti mi thu 2-3 fjallë shkurt për ta. Humanistja ma dhe Nëna Terezë. Po, çka të them, e tërë bota ja ka lakmi Nënës Terezë, por dhe populli shqiptar që ka lindë një bij si që është Nëna Terezë. Simboli qëndresës, kryesisht prej luftës dytë botnore, deri në pavarësinë e Kosovës, që mundet mu personifiku me një figurë që quhet Adem Demaçi. Adem Demaçin fatbarësisht e kam njoftë edhe personalisht, është njeri i rezistencës, është njeri që ka sakrifiku për stepër me që rallë e bën njerëzit, edhe normalisht që ka qenë shumë rigoroz qëndrimet e veta, por ka qenë shumë i drejtë, edhe i drejtë për drejtë. E vlerësoj shumë veprën dhe jetën e Adem Demaçit. Një njeri që për bartin e shallit ti thonte se kam pak nga Rugova, pak nga Parisi, që është shëndru në udhëhec politik të Kosovës, emrin e ka Ibrahim Rugova. Po çka të them, Ibrahim Rugova me urtësinë, butësinë, sinqeritetin, inteligjencën edhe karakterin e fortë e solli Kosovën këtu ku jemi sot. Fjalët e tij kanë qenë vetëm 3 që i ka përsëritur shpesh. Do me thënë, ka kërku liri, pavarësi edhe demokraci. Ajo sot
është Kosovë dhe po e gëzojmë. Ekziston një institucion që unë e quaj institucion i lartë moral, që është ndërgjegje e prekur e njerëzimit cak, që ka të bëjë me një familje emblematike nga Prekazi që quhet familja Jashari, që po personifikohet me një komandant dhe krye komandant që edhe atributi legjendar për jipet Adem Jashari. Po familja Jasharit është familje e cila ka sakrifiku edhe nuk ka familje në botë që ka sakrifiku aq për adhe sa që kanë sakrifikuar familja e Adem Jasharit. Më thanë, është për të vlerësuar heroizmi i tyre. Albin Kurti? Albin Kurtin e kam pas në Zanës, ka qenë në Zanë si shkëlqyshu, me sjellje shembullore, mirë po sinqerisht themë, Albinit edhe Memliut edhe pastaj Lumnirit, pastaj edhe gjithë gjeneratës tyre, pa ta shkruar një letër të hapur publike, edhe pa ta kërku qysh vitin e kaluar që t'i formojnë institucionet shtetnore të Republikës Kosovës. Ja kam pa shumë për të madhe, në rregull janë dishëm, por duhet të bashkëpunojnë mes veti, t'i tejkalojnë teket, inatët, edhe t'japin çdo gjë që është e mundshme për Republikën e Kosovës, se shumë është sakrifiku për këtë republikë. Një figurë sot që prek dimensionet globale, emrin e ka Donald Trump, 2 fjalë. Po Trumpi e udhëheq politikën e administratës amerikane. Aq kisha thënë për te, e çmoj Amerikën se faktikisht mik më të fortë se Amerikën na nuk kemi. Edhe fal Amerikës edhe për krahjes të saj, sa dëksojmë lirinë tonë. Shyq, falenderit shumë për këtë bashkëbisedim. Ndërqofsh respekt për ju uroj sukseset më të tjeshme të këtij emisioni Fakt. Shikues nderuar, këtu po ndahemi, ndëgjuhet pra. Profesor Shoqërio Bërtinca, hyni në rrjetet sociale, shihni, do ta gjeni anën e tij, një veprimtar, një njeri tek i cili takohet pedantria, kontributi, patriotizmi, intelektualiteti, jo lakmia dhe një shembull se si duhet punuar dhe vepruar në kushte kryesisht të vështira dhe nën pushtim të lamive që ne i folëm këtu. Shyq, falenderit shumë. Dhe qofshit. Falenderit të ju. Falenderit. Fakte me Adnan Merovcin për krahet nga Ujë Rrugove, Vipa Chips, Lesna Ndërtimi dhe Medika.